Hello. Janë ato që do të mirëpresin konkurrentët në fillim, në ditën e parë, që edhe atyre të duket. Kjo është Big Brother, nuk është Ferma. Dhe të mos mendojnë që ka vështirësi të pakapërcyeshme. Përkundrazi, Agai ka dashur të mirëpres në 2 dhoma gjumi që po i shohim së bashku, me shtretër të ndarë që secili të ketë komoditetin e vet, sepse ata janë vipa dhe natyrisht si të tillë meritojnë që secili të ketë mundësinë të flejë në rahati të plot, edhe pse në 2 dhoma. Për vajzat, për artistët tona, një dhomë make-upi e dedikuar, sepse ato kanë nevojë që të mund të trimohen jo vetëm për spektaklet tona, por edhe kur shkojnë dhe mjeli lopën. Ja të kemi edhe një tjetër ambient, që shohim që është një fush volejbolli, e pastaj të tjera ambiente. Kemi një superficie, Big Brother. Kemi një... E po fermeren e parë, le të themi, e kam veshur unë. Unë jam e lumtur dhe krenare, se kasti të shkëlqyer, dhe këtë e dëshmon. Ai lumtur janë. Soni Malaj! O Soni të baftë mbar o dritë, si një ish fermer edhe OG nga sezoni i parë, të uroj. O, sa Ika ty te. Sa krenar jam që ka veshur fustanin e The Gallery, o Eni Bitri, që sa bukur duket. Besoj të dashuria, patjetër. As kujt nuk jam merrte mendja që unë do bësha pjesë Është nga koleksioni jonë i ri. Mesazhi që do doja të jepja këtu, edhe në momentet para hyrjes. Do s'po kuptoj pse nuk e kthejmë dot mbrapa këtë pjesën, të shohim edhe një herë ç'o ndodhi, se për shembull Blerina se më intereson shumë. Besha ka se Blerina kam shoqe. Po pse nuk e kthej dot, se për shembull te Blerina janë 2 kopertina që 2 foto që ka qenë te kopertina e revistës Living që kam veshur unë. Kur vendos një objektiv, tentoj I don't get it se nuk e kthej dot mbrapa. Si një ish fermer OG, prezantoj fermerën më shpere në qytet. Pra ferma 1 krenohet për ferma 3. Pa çfarë? Po më beko. Jo aq sa ndeta, unë deri në fund, ti do dalësh në fundit, se unë hyra kot për shemb.